Kemi investuar të mund, kohë, pare edhe gjithë çka tjetër. Vjen një ditë, mbas një garës caktume, shkon gara qysh është mas kesti, edhe unë një vajza e kritikoj. Ndoshta ai bërtas pak. Edhe ajo çka bën, shkon edhe i tregon familjes vet. Edhe kjo bëhet temë në familjet vet. Diçka çka unë nuk po moj hala me konceptu. Edhe në momentin kur familja për shembull reagon, unë këto se kuptoj. Po prej një fëmis që kom investu qaq shumë, edhe që kom jep qaq shumë prej vetës, mbas 4 vjet me dalë mos mirë njës, edhe ndoshta familja me përkraq ato, për mua është komplet e pa kuptim edhe e pa tolerueshme. Qysh tatoni tash me këto gjeneratat e reja realisht jo pak më vështirë, po shumë më vështirë. Tash kjo le të tregon çush i ka eksperiencat me garuset kur kjo po bëhet e ashpër, edhe çfarë eksperienca ka kjo tash, për shembull si trajnere, kur kjo po mendon me u bë pak ma jo e ashpër, po pak ma shumë me vu disiplinë në çdo aspekt jetësor, jo vetëm të aspektit sportiv, tash kjo ka shumë ma problem, se me këto me njerë po ballavaçohen, me njerë ja shtrojnë problemet, me njerë i kundërshtojnë, kështu që tash kjo kur po ka të lashet kësaj natyre, kjo tash po vjen tonë po thot, po unë ty s'kom thonë kur kështu, tash të kom thonë, pi thon po ti tash duhesh me gjetë mënyrën qysh me ndërtu një mirëbesim që kritikat e tua gjatë stërvitjes me i kuptu pozitivisht e jo me i kuptu që ti po flet për ndonjë arsye tjetër. Qysh po reagon të momente kur po të kthehet naj zan, se po thot naj san, a direkt po shkon te mësuesit edhe ti direkt. Jo, puna është që unë si njeri, se me thonë që jam njeri ma i mirë në botë, po jam njeri i mirë. Je shumë e qetë, dhe me thonë, prej momente që të kom taku, në nuk kom pa njeri ma qetë, që rrën ma orë qështu, dhe me thonë, të e pas fuqinë, të e di sa e fort je dhe me nejtë të në kohën qështu, mu po më doket e pabesueshme, tash llogarit e sa urt jeti edhe me studentat e tu. Jo, në përgjithësi jam njeri i qetë edhe njeri që sa i përket sportit judës, me qëta garus që kom punë, jo mundu me jep gjithçka prej vetës. Që 4 vite që punoj si trener, jo mundu me qenë me ta në momente ndoshta edhe të vështira që i kam pas ku ta dion, në familje, në shkollë, të njëjtën mënyrë që ka qenë toni afër meje, unë jo mundu me qenë afër disa garusve. Do me thonë plot 4 vite rresht. Edhe në këta garus, bezojmë janë 17 vjeç, koha kur kom fillu me marrë me ta, ata kanë qenë 13 vjeç. Edhe kemi investuar ta mund, kohë, pare edhe gjithë çka tjetër. Edhe për shembull vjen një ditë, mbas një garës caktume, shkon gara qysh është mas kesti, edhe unë një vajza e kritikoj. Ndoshta ai bërtas pak. Edhe ajo çka bën, shkon edhe i tregon familjes vet. Edhe kjo bëhet temë në familjet vet. Diçka që unë nuk po moj hala me konceptu. Përderisa unë i tham tonit që ky fëmijë është i mirë, në çto ja vlen me investu. Edhe na investojmë 4 vjet. Qysh tash? Mund pare gjithë çka tjetër. Tash sigurisht që na piqat i fëmijës dojmë përgjegjësi. Edhe në momentin kur familja për shembull reagon, unë këto se kuptoj. Kjo është diçka që reagojnë? Po, kjo është diçka që nuk e ka me krejt prind tjerë, në përgjithësi prind tjerë janë shumë të kuptueshëm. Edhe e din që mënyra qysh na funksionojnë, momente caktume mundem ju bërtit fëmijëve, që mundem më shku në shtëpi ndoshta ma të shqetësuar, që ndoshta ju ka bërtit ma linda ose ka bërtit pak toni, edhe janë shumë dakord me këto. Po prej një fëmis që kom investu qaq shumë, edhe që kom jep qaq shumë prej vetës, mbas 4 vjet me dalë mos mirë njës, edhe ndoshta familja me përkraq ato, për mua është komplet e pa kuptim edhe e pa tolerueshme. Kështu që toni s'ka pas kësi eksperienca e mu se di psa po ndodhi, ndoshta që janë femën e shqiptar pak, se di azaj. Po të vajtë se kjo është maja urt, na duran, jo? E kisha plotsu këtë pjesë normalisht në fitore dhe në humbje reagimet e trenerit janë euforike, janë emocionale, edhe dikush kur humb ngara prej dikuj që realisht duhet me fitu, kur kush mundet me prit që në mënyrë qetë ki me prit ti qatë humbje, ose edhe kur fiton nuk mundesh prap me prit në mënyrë qetë, ndoshta ndonjëherë shpërthen në ato emocionet e fitores edhe të humbjes. Njëjtë kur shkon dikush me pa një ndeshje futbollistike gjysa stadiumit din edhe me shoh, me bërtit ajo në ekstrem, kështu që ajo është pjesë e lojës, edhe tash na nuk mundem mu bo ndryshe, mu shit diçka çka s'jam. Kështu që emocioni
shtim ndonjëherë me qenë i rrët, ose mja thonë një fjallë, ose se na kretë kohën po flasim, thu se na jemi ka flasim për diçka sikur na jemi të bo ndonjë presion jo të duhur të një sportist, jo. Metodologjia, mënyra qysh një pedagog i qaset, një fëmis, një sportistit është metodë qysh ti e ndërton për me nxjerr maksimumin prej çatij fëmis gjatë stërvitjes. Çaj maksimumi gjatë stërvitjes ty të shërben ngara. Edhe tash në qoftë se çaj fëmijë që ti ki investu, ki punu, ngara nuk rrehet mirë, na thojmë nuk rrehet, se kemi sportin. Po. Edhe tash faktikisht nuk performon mirë, edhe na ja thojmë një kritik. Tash çaj fëmijë çat kritik me e çun familje nuk është mirë. Se është diçka e jona, është diçka edhe nuk duhet me e kuptu si diçka të keqe. Qoftë se kritika është me vend, dush me e marë për veten, qoftë se nuk ndihesh mirë, kështu emocionalisht, si Majlinda që tha, ka ndodhur shpesh me më thonë, me mu s'ki nevoja din me bërtit se unë po munona me maksimum. Është kësi. Unë ja kom dhonë si këshill Majlindës, i kom thonë që dush me folë, se janë fëmijë të ri, janë moshës delikate, mosha tinejgjerave, moshës 13 deri në moshën 20, është pak ma delikate, sidomos të vajzat. Edhe faktikisht ndikimet prej shumë anëve janë tash shumë të fuqishme. Në kalumen ka pas ma pak mundësi mu ndiku fëmija, ka qenë familja, ka qenë klubi, shkolla, tash ndikimin ma të madh fëmijët e kanë për rrjeteve sociale. E vërtet. Edhe kjo është kana shkakton damet jashtëzakonshme. Do më thonë, ndikohen prej anëve të ndryshme edhe është pak ma problem me të ndëgju. Kështu që Majlindën pe inkurajoj, mos me u dorëzu. Karshi një gjestit, karshi një sendit i cili i ka ndodhë me një sportist, ose nesër ka me ndodhë, unë i kom thonë të ndodhin edhe me tjerë, duesh me i thirë, me i diskutu, unë e kom insistu me bo takime me prind, në të kalumen s'kem pas. S'kom pas probleme tila, besomni që unë e kur njetë nuk kom pas takim me prind e Majlindës në orës dhe distrisë si kampion olimpike. E në anën tjetër, kom insistu para disa mujsh, Majlinda e ka një grup fëmish, thasht lutna, thirja u prind, edhe ta mbojmë një takim të përbasht, edhe pikrisht qëto shqecime që ka po i thot qëto, i ka shprej po në takim me prind, i ka thonë unë e muj ndonjëherë me qenë e rrept, unë e muj ndonjëherë me përdorë ndonjë metodë për me nxjerrë një maksimum, ju kësha lutë, nëse fëmijët ju ankohen, duni me ditë, se këto e kom për të mirën e fëmijëve t'juj, edhe gjithmonë kur keni shqetësime, hajde ti diskutojmë së bashku, hajde ta ndërtojmë një fëmijë të mirë, që mas pari me qenë njeri mirë, edhe mandej me qenë edhe sportisti mirë. Kështu që tash e kemi rrit kogja shumë këtë kontaktin trener prind fëmijë, ose trener fëmijë prind, kështu që një trinom i cili duhet me funksionu, sepse jemi në kohra kur pa tjetër, na ju kemi tregu edhe parimet tona, edhe ku shkojmë në udhëtime, çka kërkojmë prej tyre, edhe që shna mbojmë disiplinë, që nëse na shkojmë me udhëtu në Paris, e i marim fëmijët me veti, ata fëmijës mundën me bo atje çka të kanë qef, po duhet me pas një rregull, një disiplinë, gjithë prind janë dakordu, edhe janë ndje shumë mirë, kështu që po mendoj që tash e kemi ndru pak metodën për me ndërtu, domethënë marrëdhënie të shnosha mes nesh.